Një gjykatës në shtetin Amerikan të New Mexicos ka urdhëruar kompaninë Meta të paguajë $567 milion për dështimin në paralajmërimin e publikut lidhur me rreziqet që platformat e saj paraqesin për fëmijët. Vendimi përbën gjobën më të madhe të vendosur ndonjëherë ndaj kompanisë për çështje që lidhen me sigurinë e fëmijëve. Gjykatësi Bud Shade, e cilësoi Metan si një shqetësim publik duke krahasuar ndikimin e saj me ndotjen e ajrit, sipas tij, algoritmet dhe përmbajtja e platformave të kompanisë kanë kontribuar në dëmtimin psikologjik të fëmijëve dhe ekspozimin e tyre ndaj shfrytëzimit seksual. Për këtë arsye ai urdhëroi krijimin e një fondi që do të financojë programe për zbutjen e dëmeve të shkaktuar. Në vendimin e tij, gjykatësi theksoi se efektet e platformave të Metas nuk kufizohen vetëm në internet, por shtrihen edhe në jetën reale, duke krijuar pasoja për fëmijët, familjet, shkollat, sistemin shëndetësor dhe organet e zbatimit të ligjit. Kjo është hera e parë që një shtet amerikan fiton me sukses një proces të tillë kundër Metas për sigurinë e fëmijëve. Kompania po përballet gjithashtu me mijëra paditë të ngjashme në Shtetet e Bashkuara, ndërsa më herët gjatë këtij viti humbi dhe një çështje tjetër gjyqësore në Los Angeles me pretendime të ngjashme. Ndërkohë Meta, e cila zotëron Facebook, Instagram, WhatsApp, kundërshtoi vendimin dhe njoftoi se do ta apelojë atë. Në një reagim zyrtar, kompania tha se investon vazhdimisht në sigurinë e përdoruesve, se ka qenë transparente për sfidat në identifikimin e përmbajtjeve të dëmshme dhe se mbetet e bindur në efektivitetin e masave të saj për mbrojtjen e adoleshentëve.